një politik e ka meritu. Qështu ku janë, e ka meritu komplet opozita. Edhe pak është jo bo Albini që ka duhet mi u bo. Opozita një kandidat nuk është në gjendje bashkë me qitë. Ti a ki po që sot ka opozitar që as me kritiku nuk po të zguzojnë Albini se po shpresojnë që mos pahiri po ju ofron hajde bënu president. Se ku ga bëjë Vjosa? Se taj ka paso fakt 5 vjetë me të donë dikush mundësi me konë president. A i një vjetë me të anë dikush mundësi me nazu një kafis nëse nuk e kalzën vetën, pe marat paralelin tonë si të këta nuk e kalzën me nazu. Me pas interes politik, Albini e kish propozu, e ka vlerësu, i ka marrë 51%, e ka vlerësu që nuk ka interes, edhe nuk ka idhënim, kjo është që thënë business as usual, kjo është business, nuk ka askush obligim, si që nuk ka Albin Kurti edhe obligim dajme, me thonë arinit, hajde, po të bëjë se s'po të bëjë president. Kur varë obligimi s'ka? Krejt është kjo interes. Nuk e di pse ju përmerni këto punë me emocion, kur asë një sen nuk shkon me emocion edhe me nderën politikë të na, e tash ju po menoni që kënë obligimin janë njeri ndaj tjetër. Pe marë si dikush, që vetë në moment kur kumë shqit nërë për pozicionit gazetarët, është ka qenë pikrish për shvajem për Albin Kurtin para 4 vjetë. Edhe zotin Kurti dhe shumë tjerë, e kemi mbrojt, e kemi përkra pikrish për ata që e ka propozu, që ka me bo krejt ndryshe prej partive tjera të kalume. Që ka me një ofë meritokracin, që ka me qenë një hapën, që ka me qenë zoni arsyës, që ka me qenë i drejt për drejt, që ka me këty drejtësin këtë vend, që ka me nalë korupcionit. Si dhe është epilogu? Ja, tash më zëmështime, tash det fakti kalzon kur kumë shritin në prekët parë. Tash më pësalla beshtoj si pytje, apo do këtë se për mu, për dikon që ka propozu zis ka tjetër. Jo, s'kur ata që i prishin koalicionit për dëkëja me ledëkën, i prishin 4 bira e prishin, që i mon përgjësi të fjallë adhonë. Ka pas probleme me të laja. Po, që e mon përgjësin të fjallë adhonë, që ata unim së ditë shumë kur Zoti Kurti nuk e propozon Vjosa Osmani. Qore po të regaj, te mund është mos me qenë i knaqën me Albinin, unë e mund mos me qenë i knaqën me Albinin. Unë thashtë ato që ka propozu Zoti Kurti. Na duhet me respektu vullnetin e 51%. Qaj 51%, që ka votu, ja pa që në hajrin, që ka kanë mundësi, letë punojnë, kur që nuk ka këtu idhnem. Nëse s'punojnë, fati i keq është këtu që 51% që ka votu, prej atyme që ka ndalë në votim, se kjo nuk është 51% e krejt votuzve. Po fati i keq është që pasojat kemi pagu dhe na që se kemë votu eventualisht. Ose e kemë votu, ose ata që se kanë votu. Apo këmëtan, politikë është këtë forë, krejt është interes, e sidomos në Kosovë, këqyrët edhe ma shumë interes se në kretë segmentet tjetë. Koc, ashtë përgjësi Zotit Kurti me propozu kandidatën për president, si dikur që i ka marrë 50... Unë e para një mujt dite këtu në emision, të kom thonë. Po arrojnë e 5 herë njavë me njerëz o kocën. Që tash po të tregoj që ka kom thonë. Kom thonë që Albin Kurti me qeni meqëm, i thot opozitës, nëzirën ju një kandidat, bënë një bashkë këtë opozita, edhe une ja u votoj. Ky në një mënyrë edhe ju thërë këto, në gjeni një kandidat bashkë jo opozita, edhe bjerë një emnir. Apo një përësi, Zoti Kurti, ku në ti kom përësia? Ti që i ka marë 51.11, apo këtyrës që i këta e në luft për eksistencë të buridhë? Apo shetin si ka që ke marë, opozita një kandidat nuk është në gjendje bashkë me qitë. Ti a ki po që sot ka opozitar që as me kritiku nuk po të zguzojnë Albinin se po shpresojnë që mos pahiri po ju ofron hajde bënu president. A ka ma marë kjo? Cili opozitar që 2 vjetë është që 2 javë që është ty kritiku Albinin? As një? Se si dhe për tyve po pretë, mos pa hiri pikëcen në kryu Albinit, e po më thotë, hajde ty po të propozojmë për president. Kjo nuk ka kur farë. Po thu që mungesa e opozitës për mungesa e kritikës të opozitës për fenomenin për presidentin këtë dojme kalkulime. Që to 2 javë të funit është peshtu, se deri para 2-3 jave kam pas një shpres ose një indikacion se Vjosa me automatizm do të rizgjedhët. Do të thotë, po tash e kam po që pas ka opcion edhe mos me qenë Vjosa presidente, me gjithë situatët që ka ndodhi, edhe krejt janë qetësu, kërkush nuk gudzon as me shajt, as me kritiku. Po, cili opozitar që të 2 javë të fundit, një fjalë të keqe e ka thonë për Albinin, as një se ka thonë. Kështë katastrofë. Në thotë, një politik e ka meritu, qështu ku janë e ka meritu komplet opozita. Edhe pak është jo bo Albinin që ka duhet mi u bo. E me që të 2 javë, jo mbind edhe ma shumë. Po thu që pak është të ja bo, a? Pak është ja u bo, apo shë që komplet janë qëtësu, kush është ju e kritiku Albinin? Se cili për këtyme opozitare po shpreson e po lakmon mos pa iri për thonë, hajde ti bënu president. E dyta, a ka bre dhe ma poshtërsi për këtë neve popullin, i kanë metën 5-6 ditë pune,
Edhe 7 ditë. Edhe 7 ditë puna, po? Me të pastin është... Po ky vjeta i ka 28 ditë i ka. 28. Kështu që, a ka edhe për neve si popull ma poshtnim, një president do të me tregu, një program do të me tregu, një vizion të vetin, neve s'kanë me pas rast nësë me na tregu presidenti i ri, qka ka men me bo? A ka një men ta me zhjetë... Ka me dalë si presidenti i Lotës. I Lotës, kur ati fete ajo nga si nga pa dolë pizarfit, këtës, qalen me kuptu kjo kur neve nga ka metë edhe 5 ditë, se së dhe është 25, ky mu i ka 28, është 25. Nuk ke kena idejnë kush në nësim presidenti i venit këtës. Në kalume një kena pas me 100 parti në koalicion e kena ditë saksisht 1 muj ditë, 2 muj ditë ma jeret kush do tjetë kandidati. E ke pas atë kandidat në përkrejt televizionet të volë. E ke pa me njerës, tu kalëzup se du të me kon president. Qa ka me bo? Qush ka me bo? Qush ka me ju qasë? Këso e herët zero, shka flet kjo për politikën. Hajde opozita s'po gudzoj. Pse s'po gudzon Albin Kurti? Në regull. Pse s'po gudzon Albin Kurti me kalëzu kënë? Nuk po da me të regu Albin Kurti. Pse opozita? Ja, po ta shabu ju me 2 standarde kësë. Mos e dhe ti e tu menu si po të propozën ty Albini për president. Po, s'po du me shatën. S'po du me... Po dhe s'opozitës si rekë. Albin Kurti besoj që ka një situatë që e thëjnë win-win. Nuk e propozon, gjasat janë të dhaj që shkojmë në zgjedhje, edhe nëse shkojmë edhe njëherë, kjo ka me marrë edhe ma shumë vota. Ndoshta është dhe kjo strategjia ti. Qështë me marrë ma shumë vota, hajde për e në pari u bendëm që opozita për blokon. Ta shi ka 5 të një, nuk ka qitë kandidat për president. Jo së Osmani njeri që ja ka kriju krejt të narrativen, krejt sentimentin të masa, e djegu një farforme. Nëse e